Pas një mungese të gjatë të rreshësh, në Kukës ka nisur rreshjet e dendura të shiut, i cili duket sikur kërkon të kompensojë mungesën e gjatë të ujit në liçenin e Fierzës, niveli i të cilit është ulur ndjeshëm gjatë javëve të fundit. Rënja e ujit ka risjellë në sipërfaqe kujtimet e një qyteti të zhdukur, Kuksin e vjetër që gjendet sot nën kupën e liçenit. Copëza murësh, rënoja betoni dhe struktura të braktisura janë filluar të shfaqen në mes të ujrave si dëshmi të heshtura të një qyteti që dikur kishte jetë, treg, shkolla dhe njerëz. Poeti popullor Riza Vata, edhe pse nuk ishte banor i atij qyteti, flet me mall për Stambollin e vogël, siç e quanin dikur banorët e vjetër, Kuksin e zhytur. Edhe këtu tash i thon Sahan. Në kuptimin se po ta shoh dhe konfiguracionin kështu del si tip Sahani, se kështu një malsore ato kupat e mëdha, tregon se këtu janë zgjidhur nevojat shumë mirë dhe kishin drejt ta krahasoshim me atë vend të kohës. Aty ishin bashkuar kosovar, goran, jabanxhi e tregtar nga anë të ndryshme. Ishte qytet që jetonte me njerëz punëtor, me zëra tregu dhe me shpirt të bashkimi. Rreth ëndër të tjera Vata. Nga një studim i vogël i imi, se ngelem shumë i vogël në krahasim me të tjerët, janë mbi 22 emra kosovarësh që kanë jetuar në Kuksin e vjetër. Po thuaj se këto kosovarë kanë ardhur për këto shërbimet sociale në atë kohë, zanatçi e kanë pa veten këtu dhe i kanë ardhur dhe i kanë dhënë formë Kuksit vjetër. Mbi 20 e sa dalin shumë, plus që ka dhe jabanxhi të qyteteve tjera, që ato në mënyrën e vetë gjithmonë, edhe nëpër media, nëpër intervista, nuk kanë nen pa përmendur Kuksin. Krajina Shqiptavesit në përgjithësi sigor, edhe Gjakovar, këto kosovar të ardhur, edhe masani shteti me vonë, krye klasë punëtore, u banuan, ato që kaluan Kuksin e ri, i inauguruan Spari, edhe u bën heterogen Kuksi me vitet që kaluam. Por gjithmonë Kuksi vjetër ngelet një emblem që gjithë secili në moshën time dhe më përpara e ka me plot kujtime për të marrë shembull. Sot nga i qytetë kanë mbetur vetëm kujtimet edhe ndonjë copë muri që del përpak në sipërfaqe, derisa rreshjet e reja ta mbulojnë sërish. Pjesa më e madhe e liçenit ngjan si një lum i qetë, ndërkohë që turbinat e zyrtarit të Fierzës janë mbyllur prej disa ditësh për shkak të nivelit të ulët të ujit.